Çmimi i ulët i domateve dhe kastravecëve ka nxjerrë në protestë 10 fermerë nga bashkitë Roskovec dhe Dimal. Të revoltuar, ata derdhën për tokë arkat me prodhimet e tyre bujqësore dhe kërkuan zgjidhje urgjente për krizën që po përballen. Fermerët akuzojnë grumbulluesit se kanë bashkëpunuar për të fiksuar çmimet e produkteve duke i detyruar ata të shesin nën kosto. Sipas tyre, çmimi aktual i domates ka rënë në vetëm 70 lekë për kilogram, ndërkohë që sipas llogaritjeve të tyre, duhet të ishte të paktën 120 lekë për të mbuluar shpenzimet. Ndërkohë çmimi i kastravecëve është akoma më i ulët, vetëm 20 lekë për kilogram, çka për fermerët është praktikisht një falje e produktit. Fermeri Adurim Koçaqi deklaroi se shumë prodhues po shkojnë drejt falimentit, pasi shpenzimet për mbjellje, vaditje dhe punëtor nuk mbulohen nga të ardhurat aktuale. Pikat e grumbullimit i marrin produktet tona me çmime qesharake, djersa dhe mundi ynë po shkon dëm, tha ai. Sipas fermerëve, kjo situatë është përsëritur vit pas viti, pa asnjë ndërhyrje konkrete nga autoritetet, ndërsa humbjet financiare po bëhen gjithnjë e më të rënda.